Problemet e pronave, emigracioni dhe ardhmëria turistike janë ndër çështjet më të debatuara në zonën jugore të Shqipërisë. Përmes disa kronikash, korespondenti Raimond Kola sjell zhvillimet rreth këtyre çështjeve. Sot do të flasim për problemet që ka shkaktuar emigracionin në disa nga fshatrat e Rivierës shqiptare. Banorët e Dërmiut dhe Vunojit thonë se largimi të rinjve jashtë vendit, krahas plagëve sociale, ka lënë mjaft të prapambetur zhvillimin ekonomik dhe atë të turizmit. Emigracioni ka shkaktuar ndërkaq edhe migrimin brenda vendit. Kohët e fundit, banorët shprehen me optimist për ndërtimin e rrugës Vlorë-Saran, por sipas tyre kompanitë duhet zbatojnë me saktësi projektin e kësaj rruge. Melpo Andoni është 85 vjeç dhe ka as viteve që mban mbi supe ngre dhe një çantë të rëndë me ushqime. Duke u ngjitur për në shtëpinë e saj në rrugën e Vunojit, një fshati të vogël në bregdetin jugor të Shqipërisë, gruaja e thyer në moshë thosë se të rinjt kanë ikur në emigracion dhe kanë lënë këtë vend me gjithë bukuritë e tij në duart e pleqjve. Po rrin nga keqja se po su ndërtua vendi do rrin. Po të ndreqet vendi do vinë, kur nuk e do vendin e tij. Ma më vjen keq do vdes që shkova vjet që si do ta lë këtë vend kaq të bukur që sa vetë e bën ndërtesë. Shumë banor kanë nisur ta shohin me shpresë kthimin e emigrantëve pasi rruga e bregdetit që po ndërtohet është drejt përfundimit dhe shihet si një zhvillim i rëndësishëm për zonën. Melpo thotë se ka parë shumë, por bukuritë e fshatit të saj nuk i ndron me asgjë tjetër. Më duket shumë e mirë. Për brezat që vijnë do të rrojnë mirë. Edhe na gëzojmë që i shohim. Të thomi atyre të parëve që do gjojmë që vendi është ndërtuar. Por në Dërmi, në fshatin Fqinj, Andrea Marko thotë se zbatuesit e projektit të rrugës duhet bëjnë kujdes që ndërtimi i saj të kapërcej problemet e pronësisë. Kështu kryesisht është një vepër e madhe që bëhet, që do na shërbej shumë. Neve nuk jemi të kënaqur në lidhje me zgjerimin e rrugës. Ka disa persona që u prekin interesin që është e vërteta, sepse e kanë bërë me djerës, e kanë bërë me gjak, por duhet që zbatuesit e projektit duhet jenë shumë serioz. Ndërsa pleqt në Dërmi dhe në Vunoj shtyn ditën në kafenet e fshatit, dhjeta të rinj nga zonat e varfra të Shqipërisë vinë në zonat e tyre për të punuar. Luani dhe Lulzimi janë nga Librazhi dhe punojnë në këto fshatra herë në bujqësi dhe herë në ndërtim. Paguhen pak, por të ardhurat janë shumë më të mira se të ishin në punë në zonën e tyre në Librazh. Po s'ka punë ndaj edhe këtu ka rënë shumë puna. Ai sa nuk paguajnë fort shumë, nuk ka që të paguajnë mjaft. Erën poshtë, sa më ponojmë, marrë 1.000 lekë, çfarë punë dalë. Kocobeo, një banor, thotë se këta dje janë të mikpritur pasi të rinjtë e Dërmiut siç thotë ai janë arratisur duke lënë nga 2 pleq në çdo shtëpi. Kërë mikpritur janë se janë. Ushqera ata dhe neve në bëjmë punë, qemi pa fëmijë, ka rikur fëmijët janë arratisur të gjithë. Neve jemi vetë këtu, pleq. Nga 2 plek dhe çdo shtëpi, si thotë ajo këngë. Në Dërmi dhe në Vuno në sezonin veror shtëpi dhe disa hotele të vogla hapen për të pritur pushuesit. Shërbimet ende janë të pakta, megjithëse ky vend me bukuri të pamata tërheq mijëra vizitor. Perspektiva e këtyre zonave është turizmi, por banorët thonë se zhvillimi do të vënojë. Shumë prej banorëve të fshatrave vazhdojnë të jenë në emigracion dhe ende nuk kanë dhënë sinjale nëse do të kthehen. Për Zërin e Amerikës nga Dërmi i Vlorës, Raimond Kola.